cilit i takon të drejtoj familjen dhe cili e ka detyrë të mbuloj shpenzimet e saj. E drejta e drejtimi i familjes është e burrit, sepse Allahu ka caktuar në Kur'an, "Rijalu qawwamuna 'ala nisa", ka thënë burrat janë të parë, janë përgjegjës për gratë. Dhe gjithashtu dhe përgjegjësia e shpenzimit për familjen, për mbajtjen e familjes i përket burrit. Pra ajo është i parë, po edhe ka përgjegjësi për shpenzoj për familjen. Kështu që gruaja nga kjo pjesë duhet të jetë e qetë. Ajo ka përgjegjësinë e saj në familje, të edukojë fëmijët, të kujdeset për fëmijët, të kryejë punët e shtëpisë. Nësa përgjegjësia e shpenzimit sipas ligjit të Zotit është e burrit. Nuk ka pengesë që të punojë edhe gruaja, që të fitojë edhe gruaja. Lejohet. Por më e mirë për gruan është që të rrinë në shtëpi. Dhe detyrë nuk e ka gruaja që të mbulojë shpenzimet familjare. Detyrë e ka burri, kështu ka caktuar Allahu në Kur'an. Ka thënë "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din". Burrat janë përgjegjës, janë të parë për gratë në familje. Për shkak se Allahu i lartësuar llojin e burrave ka bërë më të mirë se sa llojin e grave. Ka shumë gra që janë më të mira se shumë burra. Po flasim për llojin këtu. Burrat kanë një gradë përsie. Dhe për shkak se burra shpenzojnë, domethënë shpenzojnë për gratë, mbulojnë shpenzimet familjare. Allahu i lartësuar ka caktuar këtë detyrë burrit.